ideja për rikthim, për t'ju lutë Zotit me të vërtet Shqip. Edhe me të thënë drejtën, nuk e kum ndje kështu shumë që Krishti me të vërtet ka kaq shumë. Krishti e vërteta, Krishti drita. I kum dëgju si fjalë, por nuk e ke përbërësu, nuk e ke ndje. Ndje, po prej vitit kaluar kum ndje kështu. Po çka kum ndje, në pagzim kum ndje. Kur je pagzu? Ku je pagzu? Në Stuttgart jemi pagzue para 3-14 vite, 15 vite. Me familje, me vllazër, është një histori shumë interesante. A lutem po? Tash gratë e vllazërive janë bijat e fisit, i thomi ne. Po. Po i falenderoj ata miqt për zemër shumë. Po. Janë Drenicës, Dumnicës, Kështu që i peshkvi e din këtë rast, ai na ka pagzuar. Gjerman? Jo, i peshkvi shqiptar, i peshkvi jon. Kush është ai? Gjersdoda. Gjersdoda ka që, po. Po? Unë isha prej ati 2009-ës u bora një krishter i eger. Kalove në ekstremin tjetër tani. Në ekstremin tjetër. I nxitur nga plani që kishte serbi, për fut në kurthin e investimit në ndërtimin e xhamive. Kalova në ekstrem dhe erë djalli u murr mua. Për biu. Pa. Isha shumë i ashpër. Vetëm shaja. Vetëm Mallkoja, shaja, nuk met me arë një musafir në shtëpi tek unë, se vetëm ju gjuja në qafë sikur një ujk apo luan apo. Prifti, Dom Alberti e përshëndes, ai e ka po që diçka ka te unë shumë të mirë në shpirtin tim, po isha i pushtum ma mërmenja. Kisha shumë urrejtje. Ndaj tjerve. Nisa t'i urrej vllazën e mi musliman. Për shkak të Serbis, për shkak të atij shkallë, më falsh, Serbit, se ndoshta s'bën. Edhe ka bisedu me siguri ma mërmenja mua Dom Alberti me monsinjorin punën time. Thotë është një djalë i mirë, është patriot shumë i madh, po nuk do më pagzim, se unë u acarua ma herën në 98-ën, kisha të farë. Edhe vjen ai, se prita në zyrën time. Po bisedojmë, thotë, thash nuk unë vynë mu as pagzim, as unë vynë kisha, as unë vynë as i gjanë. Isha shumë i revoltum, as i fezë isha të di. Thasha me Zotin jam, unë jam me Zotin, po vetëm me gojë thasha unë jam me Zotin. Thot Gjan, du me të thonë diçka dhe heci shkoj malat, fjallë pa ja, fjallë u met në kry. Thot Gjan, biletën e paske, në stacion trenit ko ke, t'lut na hyp në tren, shko ku duhet, se mos u silne për stacion trenit, nuk më thëgët që atu në stacion trenit rrinë vetëm ata. Mos rrith atu, hyp në tren, shko ku duhet. Mirë, kjo fjallë u met mu në kokë dhe tu mendu, nuk di malli Zot mashtini menën. Po bisedoj me vllazni, ata si mu që më kanë bac, ju kum pri. Edhe se cili njeri është sikur një gomë e kerrit e makinës. Se cila gomë ka një markë, se cila gomë ka një profil të vetin. Se cila gomë kur hec lën shajat. Edhe ne lëm njëtën tonë. Si e pretën vëllezërit? Vëllezërit shumë mirë. Se më kujtohet një fjallë e të ndjerës nanës time ka ndru jetë me 53 vjetë në 2003-ën. Thoshte, o birë, ti je rrota e parë, që e lidha me rrotë, dhe ti je rrota e parë. Këta tjerë dhe të vinë pas. Ti dhe të shkon mirë, dhe këta kanë me të orë pas. Ti mu një hupë dhe mu një runë. Pyethën vllaznive, thash, kështu, thash, qaj o mërmenja, thash, kemi marrë vendim, thash, të kthehem atje ku kemë qenë, dhe baba që na tregonte historitë, shkonte për Krishtlindje prente bredhin, rrezikonte ta nxa pylltari, e rrezikonte vinte e vunte bredhin. Për pashk zinte vu, merte kep, të flet lak, ç'a diun të do ngjyra, i ngjyshi vot. Nga baba. Po.
Edhe si fëmijë kam kujtime edhe i marrë shumë i thej shumë vunë njëni me tjetën. Cili ja the, vunë ja marrë shumë vunë. Po, Vezën. po. Po bisedoj me vllazni, thash, që u mërmenja me morë një vendim, thash, të kthejmë atje, thash, kemi metë, as kun heq. E dishin vëllezërit çfarë ka ndodhur me serbën? Po, ata i dishin gjitha, po, ata vetëm, po, as atyre nuk ju vinte mirë se unë isha vetëm të shoh, të fy, të lëndu njerëz. Kaluar në ekstrem, po. Po, unë isha boci dhe ata vetëm mund të qeshin. Thash, shkojmë dhe ta bëjmë pagzimin, thash, të kthejmë aty ku biletën e kem, stacionim, thash, të hypëm tren, shkojmë aty ku na takon. Thash, po e kem një problem. Thash, i kem këtu bijat e fisit, këtu kanë familjet. Edhe ju thëm aty ne, thëm, qëre, ju e një, thash, keni familjet e juve, bijat fisit, thash, folni me familjet e juja, thash, nëse vendosni me arme, po pak me neve na neroni. Po nëse ju, thash, e kuptojmë. Mirë, shkun ato kanë bisedu me familjet e veta, pse kum prit. Ata misht ju kanë thonë, qika veta, ku jën burrat e juve dhe ju qëtë. Pa, sa burra. Mirë, po dhe vendosëm shku me bënëm paksimin familje madhe, me fëmi, me të kejt. Ishin ku 300-400 vetë kisha si nëzënte. Kanë qajt me lët njerëzit, të konë emocionu sa ja. Për juve? Për të krejt, kisha kanë qajt. Më thëtë muë, Monsignori, thëtë, a kina i fjallë me folë, thëtë qanë, pas e krymë paksimin. Thash asi gjohë, thash, vetë ju më këty në gjirin familjarë. S'kom qashtaj. Falmderit, që na ka met një grusht farë. Një grusht farë. Kanë met krishterët të në pak. Po është fara. Thash e prej këti grusht i farë, ashtë të e mjellum. Ja të e bëjmë, ka dalë të mushëm një breme. E ke përjetuar shumë atë moment. Pa shumë. Ka qenë, sikur kur ti hjek 1000 kilogram, edhe presoj ti të mos nuk i kumë shoh. Po emën si kishe përpara? Emri është një histori shumë interesante. Emrin e kam pas Ismail. Kisha problem me emër, nuk e di sa beson ti në ringjallje. Nuk jam shumë praktikus. Unë besoj në këtë botë që do të përfunu më shumë këtë botë, që t'i përthithim të mirat e kësaj bote, nuk ka i ndalun ideja me besu në botra tjera, në universet tjera, por unë nuk i përkas ati komuniteti shumë që rënojnë këtë botë për të punu në diçka që se shohë se pleki. E respektoj, edhe gjdo ide, gjdo mendim dikujt, po unë du më këthy pak mrapa se henu më tema shumë, po ti ka ke shumë, po më dzjerë prej... Unë punoj për këtë botë, që mi përthith mundësisht mirat e kësaj bote. Po. Kush të punon edhe për botën tjetër se nol kush. Po, unë nuk i takoj ati komunitetit. Unë mendoj që shpirti është i pavdek shumë. Edhe çdo sen që matet është toksor dhe sen që nuk matet është diçka tjetër. Na jetojmë çështje personale si po. Na jetojmë në dimensionin 3, që do është 3-dimensional, na nuk i shohim ato të tjerat. Në rregull ose ndalume me menuas për atë punë. Po. Kush do le të menon për botrat. Puna e emrit është në librin e Jens Oliver Schmidt i shkruar për John Boykun, ka qenë i princ. Dhe me thonë Malësi, afër Shkodre, fshati Druar, 13 kilometra prej Shkodre, që edhe sot fshati jonë e ka emrin Druar. John Boyku, as që kum ditun për to, ma herët. Po kur isha si fëmi, 7 vjeç, 10 vjeç, e marta prej koshit atë shipken. E thejsha, e marsha edhe me të shlitë, si thejshëm edhe me briske, e bëjsha shpatë. Edhe i thësha të ndjeres, nënës i pas shpirti dritë, thësha nënë, onë kom jetu i herë, thësha. Thësha, kom qenë në kali me shpat, pris. Ani nënë, zani, adin,
Ka thonë, fëmija, kjo po flet. E kom pas si vizion gjithë, në kry kështu në mendje. Tash njeri me gru, me të shoqen, bisedon lirë shumë. Gruja e din që në gjënë e përshëndes. I thosha one, i thosha one, menaj që kum jetu i erë, më konë kalli me shpat një pres. Thëke, papa, me humor, ti ke qenë Gjengis Khani, thëke. E din me humor. Shumë besan të edhe, po unë e kësha këtë vizion. Me emrin këm pas problem. Këm pas problem, se së konë emri jem. Së konë emri jem. Kisha problem. E ndrysha isha e bëjsha Majli. Më thëshin Majli. Një dit, në 2003, kër hopa biznisin, dikun 2004, ka qenë një shok i Glogjanit, ka pos i shoqe, ka qenë në familjes metrore, po se ka të regue Ane Mari emrin. Edhe vinte dhe aja ato, edhe një Arvanit, Dimin, Arvanit i Kreqis, ndihmonin punojnë në bashkë ato në fundëri, kur aja Ane Mari po më thëtë, tha, ky emën, tha, Majli, tha, s'po të përshtatët, tha, shumë po t'inglën, tha, femnore dhe, s'është për ty, tha, ky emër, aja mua. Kështu të tha? Po kështu më tha. Thash ki drejt, thash e urrej. Thash po s'qa të bëj unë. Emri nuk të kryon vepër, emri nuk të... Po, unë kisha problem me atë emër. Po. Ku të po du me dollë, edhe... Thash e qa më përshtatët mu, tha, nuk e di. Emri nuk bën njeria, po jo. Jo, emri jo. Ti e zbukuron emrin vetë. Po unë nuk e pranoj, nuk ishte emri im. Po. Dhe, tha, nuk e di. Thash, po që më përshtatët mu? Tha, nuk e di. Ullë do shkallë kanë qenë mu hypë lartë atjetë kur kisha material. Ullë në atë shkallë. Tha, po menoj. Thash, okej. Unë isha të ku punuar në makinë ona e majtë mrapa, edhe ai shoku punon të atë, edhe tjetëri ato, aja menon pas gjësore dikur, kur ka bo, tha, Gjermonisht, tha, i hapës, tha, e gjeta. Jo, Elshova punon në rejtë, thash, nërë me ka bo që shtu me kishtë. Ka mujtë me më thonë një emën muë, Johaneza, Tomasa, nërë me ka bo, tha. Se s'ka rasin këtë botë. Thëtë, John. Aja thëtë John, s'ku kur ta thirë ty emën në rritë. Unë ja ku më këthymë për momentin, thash, ja, da si s'të majnë name, thash, po kjo është emri im. Kështu i këmë thonë, kjo është emri im. Edhe i këmë thonë atina s'po përmen një emën. Po. I këmë thonë, mos të më thirë më në ryshe, thash, Gjoni jam. Edhe ati tjetërit, Arvanit, thash, më dëgjo, po, ani Gjoni. Këto dita kur e ke ndruar këto kua... A dit e këmë ndru, a dit. Cila ishte ajo dit? Dita ka qenë e mërkur, po data së kujtët, 2004. 2004? Po. Si emën. Po. Aja ma tha emrin temë, më thiri kështu më preku në shpirt. Gjën, nga ajo... Aj moment, po. Atu i këmë thonë, thash, prej sotit, thash jam Gjën, ka orë klienti i por, ju këmë prezentu Gjoni. Pëlqej? Po, ishte jam një jemë. Unë nuk këmë ditë për Gjëmboj, këmë për para. Po. Ishtë një princë, po të nejtë se kemi përdor, kemi mësu vetëm disa prej princerve, po kishë pos princa ma shumë. Po. Edhe... Gjon Pali, Gjon... Po, edhe tash... Nisa unë t'ju prezentu, nisa t'ju tregu gjithve, tash unë jem Gjoni. Tani, para dikun tash pasaport, dikun në 2010, mos ka bofsha, pas ati e kom ndru edhe me dokumenta, me krejt, e kom qitë edhe... Sa e lidhur me besimin tuaj? Sa ke lexuar, se thatë në 30 vitet e fundit kam lexuar? Kam lexuar librat ndryshme, po sa i përket besimit... Nuk është e lidhur me Zotin, me besimin tuaj? Ja, jo ndoshta si predikohet. Duke që e përjeton? E përjetoj, e ndjej. Kjo është besimi që thëmën është hynor shpirtëror. S'ka kur që të bëj me fej. Është kush e kupton lumi ai që e ka ndjej, e përjeton. E jeton. Dhe në vushtri, e fundit a kjo,